Shiko, s'parem për gjitha ky qëndrim që është komplet refraktar që nga viti 2018 e deri tani ka sjell atë gjendje në bujqësisë që kemi sot. Për të paktën 4 vite, jo 4 tremujor, po të paktën 4 vite me rënje. Dhe me indikim mbi prodhimin e përgjithshëm kombëtar gjithmonë e më të vogël. Tani, ky qëndrim më shtyt besoj që Ministria e Financave e ka qëllim këtë gjë. Pra të ndryshoj strukturën e ekonomisë duke goditur sektor që kanë një punësim shumë të gjerë e që normalisht duhet të vlejnë për të shpërndar vlerë që krijohet. Rishpërndar, siç është bujqësia. Kjo është e para. Me që kishte qëndrim politik, edhe ky është qëndrim politik. E dyta, tani dy gjëra ka. Ose propozimet janë profesionale dhe duhen marrë parasysh, ose propozimet nuk janë profesionale dhe nuk merren parasysh. Propozime profesionale që nuk merren parasysh, vetëm këtu dëgjoj, vetëm Shqipëri. Dhe kjo historia që ne kemi sjell këtë ligj dhe këtë ligj duam të miratohet, kur kushtetuta thotë që taksat në Republikën e Shqipërisë i cakton kuvendi, jo qeveria, natyrisht që nuk shkon. Dhe nuk mund të qëndroj. Tani veç gjërave që propozoi zotëria, tani kam një pyetje për ju. E dini që në çdo qytet janë krijuar tregje bujqësore, në të cilat dalin dhe shesin bujq prodhues. Nuk shesin grumbullues, po shesin bujq. Tani kush është kjo qeveria që thotë që ti që prodhon dhe del shet vet në tregun e lushnjës, 100 kile, 100 kuintal, 1 ton, 2 ton, e kështu me radhë, prodhimet të tuat, nuk merr kompensim. Kush jeni ju që e thoni këtë? Kush? Për çfarë arsye e thoni këtë? Jam i regjistruar, jam me NIPT, biles jam edhe biznes i vogël, po të duash? Në Lushnjë, në Korçë, në Elbasan, në Tiranë, në Durrës e tjerë me radhë, dhe ju thoni që nuk t'japum kompensim për prodhimin tënd. Pse? Sepse nuk e çon ke një grumbullues që është i regjistruar në skemën e TVSH-s. Po kush jeni ju? Kush jeni ju që doni t'i zhdukni këta? Komplet. Kush jeni ju? Kush jeni ju, më? Treg i lishëm në Lushnjë, treg i lishëm në Divjak, treg i lishëm në Fier, treg i lishëm në Durrës, treg i lishëm në Korçë, treg i lishëm në Elbasan, e kështu me radhë. Kush jeni ju? Që thoni jo nëse marrin parasysh të gjë. Çfarë do të thonë kjo gjë? Nuk duam ta çoj ke një grumbullues, duhet ta dal të shes vet në treg, ta shes të freskët dhe t'ja shes atij tjetër duke e pa në sy. Me faturë normalisht, sipas gjitha rregullave. Kush jeni ju që thoni jo ti nuk merr kompensim? Kjo është e para. E dyta, vim tek diskutimi që kemi 5 vjet me radhë që e bëjmë me Ministrinë e Financave për tatimin mbi vlerën e shtuar. Në shitje të brendshme dhe natyrisht edhe në përpunim brendshëm. Tani vërtet është e bëm atë diskutim me ministrin këtu. 1 minutë e gjysmë. Se kaq ishte. Dhe kuptuam ne s'dinim, ministri dinte. Tani problemi është që me këtë padijen tonë erdhëm këtu dhe folën ca grupe interesi që janë drejt për drejt prodhues. Janë prodhues, janë dhe përpunues, që vuajnë bikurisë edhe si prodhues këtë skemën e TVSH-s që kemi ne, po që e vuajnë bikurisë edhe si përpunues të skemën e TVSH-s që kemi ne. Tani është fare e qartë. Po të doni, ulemi këtu e bëjmë llogarinë në sy e faqe të gjithë dynjas. Në qoftë se unë, importuesi, dal nga dogana me mall, me vlerë të njëjtë, me bujkun në Shqipëri, cili do përpunues del me humbje dhe është i pa interesuar fare të marrë prodhim vendas, po do shkoj ta marrë tek importi. Është shumë e qartë. Në qoftë se nga importi vjen me çmim më të ulët, apo del nga dogana me çmim më të ulët, që është rasti në cilin ndodhemi. Rushi po vjen me çmim më të ulët, ulliri po vjen me çmim më të ulët, karrota po vjen me çmim më të ulët. Sot që flasim po del nga dogana me çmim më të ulët se sa çmimi i bujkut atje matan, patjetër që as e çon në mendje fare të shkoj të marrë atje. Tani, kjo skema që keni bërë ju për kompensimin do të rrisë presionin mbi grumbulluesin. Sepse normalisht unë
që do shkoj ke ky grumbulluesi që më çoni juve, patjetër do I kërkoj faturë atij. Tani çfarë faturë të presi grumbulluesi? Çfarë faturë të presi? Faturën që e nxjerr me humbje? Dhe që s'ka asnjë interes ta marrë këtu brenda vendit? Pra presioni I skemës së kompensimit mbi grumbulluesin do ta çojë akoma më tej atë tek importuesi, jo tek prodhuesi brenda vendit. Dhe ky është problemi që kemi. Këto munduam t'ja shpjegoni ministrit, ai dinte më shumë se sa ne, ndërkohë ne kaq dim. Dhe praktikisht kjo ndodh. Dhe kjo po ndodh. Dhe kemi dy faktorë, ose do uli çmimin ke bujku, ose do rrisi çmimin në treg të brendshëm dhe natyrisht edhe tek përpunuesi. Ose faktori më I zi I mundshëm është që edhe të uli çmimin ke bujku, edhe të rrisi çmimin tek konsumatori. Në treg brendshëm apo në përpunim. Kjo gjëja po ndodh. Tani që vini këtu edhe thoni jo ne nuk do rrim ke ligji që kemi sjell dhe nuk reflektojmë, ky është problem shumë I madh. Ky është problem shumë I madh. Mendoja që ky debat duhet bërë këtu, nëse ju vazhdoni me këtë sjellje, ky debat do bëhet sallë në parlamentit. Dhe un kam edhe un propozime, amendime pikërisht për ligjin e TVSH-s në këto dy aspekte që fola. Zoti Zëvendës ministër, do të ishte ministri në fakt. E shkruaj me 2 r, po shkruhet me 1 r kjo. Do të shtojmë 1000 hektar sera të reja për prodhimin dhe eksportin gjithvjetar. Ha? Që I thon 250 hektar në vit. Që s'është një shifër e konsiderueshme, po pyetja që bëra ishte, do t'i bëjnë njerëzit këto apo do paguajmë dhe ne? Dhe në qoftë se do paguajmë ne për këto 250. Tani, ti e di shumë mirë sa është kostoja e 1 hektari serë. Ku janë lekët për 250 hektar? Jam shumë dakord, ka 2 faktorë për shtimin. Ne kemi vetur 250 hektar, por ka 2 elementë që ne po luftojmë, që jo vetëm të rrisim sipërfaqen, por të rrisim dhe rendimentin. Deputeti e di qartë që ne më tani në teknologjinë që përdorim në sera, përdorim shartimin duke patur sera të mbjella për disa vjet, përdorim shartimin. Ministër, mos më një pyetje. Jo, direkt. Shartimin e librit biologjike, biles di edhe se si bën taksat ku për mbrojtjen biologjike, ku kishin kundër gjithë dynjan. Tani problemi është Po të përgjigjem. Janë parat për të bërë 250 hektar sera, apo do kemi atë logjikën që sa po tha. Ktu flitet për hektar sera, nuk flitet për sa cipe prodhimi brenda serës. Kjo historia që kemi 2000, po duke përdorur 2 herë serën, bëjmë 4000, me këtë nuk lozim dot. Nuk e thash me atë kuptim. Tani edhe një herë, ku I keni parat për 250 hektar serë në vit? Atëre. Okay. Ne kemi në skemën e investimeve 20 milion euro që kemi për 2025 dhe kemi 800. Ha? Prioritetin kryesor në specifikim është me 50% grant nga ne. Po, keni 20 milion ju. Po. I keni për sera? Po, jo vetëm për serat. Po një minutë. I kemi dhe për serat, I kemi për mekanikën, I kemi për mijët dhe reja. Tani, fermeri, ne këtë vit, prioritet në skemën ton janë serat. Dhe këtë vit ishte hera e parë që aplikimi ishte janë 800 aplikime, të cilat janë pjesa më e madhe janë për sera. Pra nuk kishim asnjëherë, zoti Braçe, në tabelën ton, po ta zhpërës. Po. Pra është brenda 5.3 miliardë po më thua. Brenda 5.3 miliardë. Po larg tani, të lutem shumë. Për pyetjet e mia mbaruan dhe përgjigjet për pyetjet e mia mbaruan. Në rregull. Okej, zoti Axhinasto, pastaj më fal. E kishte zoti Cara, më fal.
Faleminderit, kryetare.